Efektivi I forcave shqiponja Edison Adri, I plagosur gjatë një operacioni policor në Maliq, vijon të jetë I shtruar në spitalin universitar të traumës dhe I intubuar, ndërsa gjendja e tij shëndetësore raportohet drejt përmirësimit. Në një njoftim për mediat, spitali I traumës bëri të ditur se parametrat jetësore të pacientit janë stabil dhe se ekipi mjekësor po vijon ndjekjen e tij në dinamik, duke përgënjeshtruar disa raportime të pasakta I gjendjen e tij. Pacienti vijon të jetë intubuar në spitalin universitar të traumës me parametra jetësore stabil drejt përmirësimit. Ekipi mjekësor do të vijojë ndjekje në dinamik të gjendjes shëndetësore, thuhet në reagimin zyrtar të spitalit. Efektivi u plagos disa ditë më parë gjatë një operacioni të policisë në Korçë për arrestimin e 43 vjeçarit Violant Braçellari, ku pati shkëmbim zjarri mes forcave të rendit dhe të dyshuarit. Në të njëjtin operacion humbi jetën dhe efektivi I shqiponjave Enea Mekolli, ndërsa I dyshuari për ngjarjen Violant Braçellari mbeti gjithashtu I plagosur dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.